Manastiri i Vironit në malin e Shenjtë, një prej 5 manastireve kryesore, është shumë i njohur për faktin që brenda tij ndodhet një prej ikonave më të rralla të botës ortodokse. Është Buzdetit në krahun tjetër të Kirjas, të kryeqytetit të malit të Shenjtë. Jam duke ofruar manastirit. Manastiri është ngritur rreth vitit 1000, pra 1000 e ca vjet më parë nga murg gjeorgjan që erdhën nga manastiri i Lavrjes. Është i ndërtuar i gjithi me gur, edhe pjesa e poshtme e kaldrëmit është thuajse 1000 vjeçare. Manastiri është shumë interesant për të shpjeguar se si vetë funksionojnë murgjit, por historia e manastirit nis me historinë e famshme të ikonës së Shënmërisë, dhe jemi këtu sipër për ta treguar pak në mënyrë më të kuptueshme. Ky është manastiri, i cili është ngritur në vitin 1000 me një hyrje të vogël në këtë drejtim, po pjesa më interesante është, dhe manastiri është i famshëm për një fakt. Rreth vitit 1453, përpara rënies së Konstantinopojës, ndërkohë që osmanët kishin rrethuar Konstantinopojën dhe perandori paleolog po mundoi ta mbronte, rënja një zonjë në Konstantinopojë që kishte rënë në pjesën e marrë nga osmanët, kishte në shtëpinë e saj një ikonë të rrallë. Ajo ju lut personave që shkuan të merrnin ikonën që të vinin të nesërmen, dhe ikona u ngjall, thot legjenda, duke i thënë, pra ju paraqit, duke i thënë më hidh në det dhe mos më lër në dorën e tyre. Në orët e para të mëngjesit ajo e hodhi në det ikonën. Kjo është historia që tregon dhe pse është një nga ikonat më të shenjta të botës ortodokse, dhe ikona lundroi jo e shtrirë, por në këmbë, nga Konstantinopoja derisa u shfaq tutje në det përballë malit të Shenjtë. Në fakt nuk u shfaq ikona, po u shfaq një ndriçim që ndriçonte ikonën në këtë pjesë, dhe ajo u pa nga murgjit, të cilët tentonin të shkonin për ta marrë, por nuk ja arrinin dot. Atëherë një murg që jetonte në majë të malit Atos, në majën atje sipër, që quhej Gabriel, ndërsa ishte duke parë dritën e ikonës, ju shfaq ikona e cila i thotë që vetëm ti mund të vish të më marrësh në det. Murgu hodhi pelerinën e tij të zezë, e cila ju bë si një lloj varke, po themi, e çoi deri tek ikona, mori ikonën, erdhi dhe e vendosi në manastirin e Ktushëm. Manastiri në fillim kishte emrin Klementit, por më pas mori emrin në nderim të ikonës. I gjithë manastiri është siç ka qenë. Shifini pak pjesën. Hyrja kryesore është me mermer, ka qenë kjo derë këtu, dera kryesore, por më pas është ndërtuar dera tjetër. Manastiri tregon në mënyrë perfekte dhe si jetojnë murgjit në këtë zonë. Kjo është dera e parë. Këto janë kolonat e mermerit të ndërtuara më vonë. Brenda në manastir është një sallë ngrënie që është e vlefshme për 300 persona, ndërsa në ditën e Shënmërisë ajo shkon për 300 persona herë 3 herë, pra që shtrohet. Ideja e manastirit si kudo, si jeni mirë? Të gjithë janë shqiptarë. Ideja e manastirit është që manastiri i jep ushqim dhe thjetje çdo njeriu që mbërrin në këtë vend. Pra ushqimi është falas dhe thjetja është falas. Kjo është pjesa e brendshme e manastirit. Kisha është në qendër. Me këtë anën këtu është pjesa e ngrënies, ose trapezeria siç quhet. Kjo thash është për thuajse 300 persona. Tavolinat janë 1000 vjeçare, janë prej mermeri, murgjit ulen në stola druri, në krye fare, në karrigen kryesore ulet
i cili despoti, i cili vetëm kur ai godet me një pjesë metalike, pra bën tingullin, vetëm atëherë fillon ngrënia, ndërkohë që gjatë ngrënies mbahet një lutje, pra lexohen lutje. Kjo është pjesa e hyrjes, kjo është pjesa e brendshme e oborrit. Çdo gjë që sigurohet, në kish nuk hym dot se kisha është mbyllur për momentin, çdo gjë sigurohet tu. Tani, pjesa më e rëndësishme e manastirit është vendi ku mbahet ikona, është ajo godina atje, nuk hym dot sepse filmimi i ikonës është i ndaluar. Është një ikonë mbi 1000 ca vjeçare, por që ka ardhur këtu rreth vitit 1453 ka rënë Konstantinopoja, kështu që mendohet në këto kohë. I gjithë manastiri është i ndërtuar, në pjesën tjetër duken dhe muret, ndërkohë do ju tregoj pak pjesën ndihmëse. Thash, pjesa më e rrallë është kjo ikonë, konsiderohet një nga ikonat më të rëndësishme të gjithë fesë ortodokse, të gjithë besimtarëve ortodoks kudo në botë. Një prej ikonave të shenjta, emri i saj biles duhet ta lexoj edhe një herë që t'ju a them, sepse është shumë i njohur. Është ikona e cila është një ikonë e cila përmendet është ikona më e rëndësishme e malit Athos në fakt, dhe quhet Porta i Tisa, roja e portës, pra është në manastirin i Viron. Shifeni, këtu është dhe legjenda, prifti pra Murgu Gabriel, që gjen ikonën që lundron në këmbë ngritur përballë malit Athos. Po cila është gjëja tjetër interesante? Gjëja tjetër interesante është që në këtë manastir, në Lavros dhe më pas në këtë manastir, ka jetuar dhe një shqiptar shumë i njohur, rreth viteve 1200, Jan Kukuzeli, dola prap jam mes manastirit, ndërkohë që është shumë interesante, pjesa poshtë. Nëse do shihni me vëmendje, do ecim tutje, aty ndodhen të gjitha po quaj parcelat në të cilat kultivohen ushqimi që përdorin murgjit. Gjë e veçantë është që kurrë në malin Athos nuk është shërbyer mish. Nuk shërbehet kurrë mish, nuk shërbehet vaj 3 ditë javës, vetëm 3 ditë tjera shërbehet, pra mund të përdorësh vajin, dhe njëkohësisht ngrohja, megjithëse është shumë ftohtë dhe ndimër bie borë, bëhet me dru. Tani po ecën makina në mes. Ja dhe pjesa e parcelave të kulturave buqësore, që janë në këtë drejtim. Shtëpitë e tjera këtu jashtë janë jashtë manastirit, janë ambiente ndihmëse, të gjithë që punojnë janë shqiptarë. Kështu që nga një prej manastirëve më të famshëm të malit Athos, ku ndodhet ikona, ndoshta një prej ikonave më të rëndësishme të botës ortodokse.